vëllezër, ne themi duhet me qenë besimtar të mirë, po besimtar të mirë nuk je vetëm thjesht falësh namazin në xhami. Besimtari mirë nuk je vetëm thjesht sepse ti mban Ramazanin, elhamdulillah, këto janë vepra shumë të mëdha dhe janë shtyllat e Islamit. Besimtari mirë nuk është vetëm thjesht se bëre haxhin dhe fitove xhenetin. Besimtari mirë nuk është vetëm thjesht se po lexon Kur'an edhe po përkushtohesh leximin e Kur'anit. Besimtari mirë je kur porosit edhe kur mësimet e Kur'anit famlar, ato që na i zbriti Allahu xhaleshanu, ti i vën në jetë, në praktik, subhanallahu. Prandaj Allahu xhaleshanu më na tregu neve se sa e rëndësishme është që ne të kalojmë mirë me njëri tjetrin, që ne mos i hyjmë në hak dikujt, që ne mos i shkelim drejtën tjerëve, mos i mohojmë të drejtat njerëzve, që ne të sillemi me drejtësi me njerëzit dhe ta respektojmë gjakun, pasurinë edhe nderin e tjetrit se janë të shenjta. Allahu xhaleshanu na tha neve mirë për ata cilët i cënojnë këto gjëra. E para është tek pasuria e tjetrit, pra tjetrit vjen edhe mendon se je i sinqert në raport me atë që po bën një marrëveshje pra. Çfarë është shitblerja? Shitblerja është një marrëveshje. Sa bën kjo? Bën 50. Kur në 50-ën ti do marrësh mallin ashtu siç e shef. Ti nuk e din sa i tjetri ka bën me hile nga poshtë. Ti nuk e din sa i të mirën e ka vënë lart edhe të keqen e ka vënë poshtë. Ti mendon se është i sinqert siç je edhe ti. Ti nuk e din sa i ke peshorja ka vënë diçka poshtë edhe ta ha peshën, vën se me dhoni kilet ka dhënë 900 gram. Ti nuk e din sa i ke metri kur e mat metrin e hap keq edhe të ha në metër ty.